Ka nevojë për sqarime dhe kuptime. Bidat përkthejmë do të thotë shpikje. Shpikjet janë dy kategori, shpikjet në fe edhe shpikjet në jetën e kësaj bote. Shpikjet në fe janë rrethësisht të ndaluara. Pse? Sepse feja është e plotë. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot thot Allahu në Kur'an, "Wa kam plotësuar ju e fen. Wa kam plotësuar dhuntin dhe jam I kënaqur që Islami të feja juaj." Pra kjo është për ajeteve të fundit që kanë zbritur nga Kur'ani. Edhe tregon se feja Islam është e plotë, nuk ka nevojë për shtesë, nuk ka nevojë për gjëra të reja. Në fe, domethënë namaz, në agjërim, në zeqat, në haxh, në dhikr, në istighfar, në tobe, në elementet e fesë. Ritualet fetare nuk ka nevojë për shtesë. Kurse sa I përket gjërave të kësaj bote, padyshim atëherë besimtari stimulohet që të jetë inovator, të shpik sa më shumë për të jetuar sa më mirë, për të ndihmuar sa më shumë muslimanëve edhe popullit, domethënë musliman kudo që janë ata. Pra bidati është kjo, çdo gjë e re që nuk ka bazë në fenë e Zotit, me të cilën njeriu mundohet të afrohet Zotit. Për çdo ibadet I cili nuk ka bazë në fe, me të cilin njeriu mundohet të afrohet Zotit, kjo është bidat I urrejtur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wa muhdathatil umur", rujuni nga gjërat e shpikura, fa inna kulla muhdathatin bid'a, se çdo shpikje është bidat, wa kullu bid'atin dalala, çdo bidat është dalalet, wa kullu dalalatin fi an-nar, çdo dalalet që në xhehenem, wal iyadhu billah. Por a I kryen punë agjerimi ati personi cili nuk fal namaz, Allahu a'lam, Zoti e din më së miri, por namazi është shtyllë e fesë, është bazë e fesë, është themeli I dinit, është dërek I dinit, është para agjerimit. Pa namaz nuk dini ai që shkon te agjerimi, por megjithatë Zoti më se dhash me thot dikujt atë s'falesh të mos agjero. Nuk bën me thonë ashtu musliman. Nashta nuk dënohet për agjerim? Nuk dënohet për namaz atje, bile mos dënohet për agjerim? Sa pak më dënu për agjerim njeriu? Pastaj ai cili agjeron, ai do fen. Ai cili agjeron, në teravi bile nashta vjen e fal në herë. Plot njerëz ton, sa dush populli jon. Tan vitin se fal, në Ramazan I kanë fal, taravih. Sabahın se ka fal baki, az reken as I qëndin as akşamit, është ka fal taravih. Po me taravih ka fal edhe yatsin. Është I njëjtë I cili fal në yatsin dhe I cili s'fal hiç. Ajrimi bo sebeb. Ajrimi bo sebeb. Edhe erdhi ai, dhe fali edhe yatsin. Edhe kur e fali yatsin 30 ditë, ndoshta hen atina në qef, e hieshohet, një davet, një ders, I shëvllazin të fal pas kohë namaz. Bëhet sebeb ajrimi dhe gradualisht nis më fal. Ja nis më fal. Nuk bën njeri me largu, ai është të myt. Ai është të fundos. Dhe ti bën që më dha dorën, pjap kamën për shit krejt, nuk bën ashtu muslimanët. Sepse po të ne du Allahun, po që I shkretës falet. Takserat li. Ajra Ramazanin, e për dorën, pra më në me afrue. Me afrue për taravih, për namaz, me thonë gjimon me fal, me thonë që qka hjeke që falë e jatësin taravih. Po të se falë taravih, 30 dit, se falë taravih, 40-50 minuta, pas të mërë që ka që pas kënditje namaz. Po gjësorë namaz, gjësorë ko nuk mërë namazi ma shumë. Pas ko namaz, nga 5 minuta bëj 25 minuta. As 1 minut nuk ta mërë namazi ma shumë se 25 minuta. Po flasë është farzët të ne. As 1 minut e farzët, për më pështu pejzjarë me gjëhenamit. Që netët, për të nanë, më si falë, jelot, lej një herë. Deri sa fërcot imani. 5 minuta një farz. E që nuk bën 5 minuta më bë me qenë me abdest. Me qenë me abdest 2 minuta e falë një drejkë. 2 minuta e falë një qendi, 2 minuta në akshëm, po më pjallo 5 nëse ka në me marrë abdest. 25 minuta. 5 ku namaz. Një edhe atët ndarë, 5, dheri kër bësh me pjetë një atësi 5 minuta. Sa muslimani qëhet me falë sabahën. Sa punëtori qëhet me falë sa më falë. Sa punëtori qëhet musliman me shkun saban punë dhe ishta me thonë. Dhe I lanë sytë. E I kre flakt. Këtë që I farzët abdesin men, vetëm kam, pro të më jetë edhe mes kjerë, veç kam me të më pajla. Falë vetë 2 recate bre. E vetë qëhet këtë sabahët me shkun punë. Falë vetë 2 recate musliman. 2 recate, që vetë 2 recate, që 2 recate falë. 2 recate ka 1 minut, 2 minuta bre. Dhe të zetë ujtë për një kafe ti falë 2 recate, bile ma shpeti falë 2 recate.
2 recate për fal, për hatër të Allahut. Nuk ka thënë Allah falet 13 recate. 2 recate o musliman. Pra je për gute sabahe në shkon punë veç 2 recate. Çka të merr kohë 2 recate namaz? S'merr kohë çko? Nuk diskutohet atë punë. Ti apo merr se merr abdes. Ti pse po merr abdes kanë me pajla. Pra, nëse mos e gjasëm shumë se ka pyetje tjera, mos largoni njerëzit. Sa kryen punë 20 ditë nuk e dim. Po njerëzit mos me shty nuja, ai të myta. Ajo që ta xhirim me kam, me çet amel në pas, me çamë dal Allahut, me diçka në mujt me dal vetë ta xhirim. Tash këtë vetëm ja hupti atina me lana pa xhirua. Çka me të me çka me din të Allahut, me çfarë vepre? Po kur çfarë vepre musliman? Për të arsye le ta xhirim Allahu. Ka pak në teravie, na nashta don Allahu gradualisht i shoh hajri e drejton Allahu. Në realitet me dash me Allah diagnozën e namazit, katastrofë pasha Zoti këtë shumë pa namaz. Këtë shumë sa dush këtë, po pas po dojna që thash me myta të krejt veç. Aklu riba yuridu sahibu li harbillahi wa rasuli. Dënimi i parë dhe rreziku i parë është se njeriu i cili punon me kamat i ka shpall luftë Allahut. Ma ajetin se cilën Allahu azza wa jalla e ka përmend, fa in lam taf'alu fa adhinu bi harbi min Allahi wa rasuli. Do të thotë i ka shpall luftë Allah subhanahu wa ta'ala. E dyta, aklu riba wa kullu man aana alayhi mal'un. Ai çka punon e han kamatën dhe bashk punon me kamat është mel'un. Mel'un është i bëm lanet. Edhe këtë e përmendëm. Aklu riba wa muwakkiluhu. Ai çka han kamatën, ai çka e shkruan muwakkil, do të thotë ai çka autorizon atë, wa katibuhu, ai çka e shkënon atë, wa shahidahu, dhe dëshmitarët e tij. Do të thotë edhe çdo ka përmend do të thotë edhe ai çka e ruan atë edhe krejt melun janë të bëm lanet te Allah subhanahu wa taala. Alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas. Kjo është në Kur'an që ai i cili punon me kamat, Allahu azza wa jall e dridh atë në varr. Do të thotë sikur dridhje, do të thotë tash shif s'dime për këtë. Kryesorja është dridhje e tmerrshme atina që ka punon, a kupton? Sigur me dridh, do të thotë dridhje e madhe. Unë kam përmend më herët e përmenda sigur dridhje e strujës më mirë se sa ajo. Do të kjo është një dridhje trishtuese e madhe me dhimbta të mëdha, ai njeriu i cili ka të ban dhe është i përlymë me meselën e kamatës. Pastaj me radhë është dhuhuru riba sababul halak al-qura wa nuzul al-maqtillah. Pastaj ata që kanë punu me kamat, Allahu azza wa jall e zbrit helaqin mbi atë njerëz dhe atë grup. Dhe atë s'ka mundësi dikush me përfundu mirë, e përgjithësa është do të i përzim edhe në këtë mesele. Uqubatu aklu riba annahu yusabihu fi nahri dam wa yalqamu fihi bil hijara. Pastaj hadithi i pejgamberit sa është hadithi i njohur, në të cilin ai punoi ka me kamat, do të del me një lum i cili është me gjak, do të thotë për nahiret bën fjalë, dhe aty do t'i gjuhet sa herë që ai mundohet me dal, ai do të përgjysmo, do të përgjakë, do t'i gjuhet me gurzi atina. Dhe i thuhet se kush është ai? I thuhet ai është njëri i cili ka marrë dhe ka dhënë me kamat. Do të thotë ka qenë njëri i përlym me kamat. Pastaj malu riba ila qillati wa khusran. Ai çka prej pasojave të kësajna, ai i cili punon me kamat. Mos të mendon se i shtohet pasuria. Po matematika e garantuar prej Rabbul Alaminit është ai çka për punon me kamat, atina i paksohet dhe i shkatërrohet pasuria e tij. Pastaj aklu riba min asbab al-masx wa fi musnad al-imam. Atë çka e përmendëm prej sebepeve çka do të dridhet. Do të thotë ai çka punon me këtë mesele. Pastaj e teta me radhë është riba ashadu min 36 zania. Njeriu me bën zina është haram. 2 herë, 3 herë, ndërsa me bën zin me punu me kamat është më keq se sa 33 herë me bën zina dikush me dikan. Ai çka punon me kamat është më keq se sa 33 herë me bën zina me dikan. Pastaj e kemi me radhë tjetrën edna الربا ذنبا كمثل من زنا بأمه. Mas sajna kam përmend ulemaja se ai çka punon me kamat është sikur në udhëbila ai mëkati më i vogël, është sikur njeriu në udhëbila me bën zina me nënën e vet. Ai din musliman këto mohabet. Dhe ai din këto që paska në ahiret ka mu gjujt me gurz dhe ka mu nat lumin me gjak dhe të përgjak. Kush qen kaj? Ai i cili pse se ja ka pi gjakin këtë dinjo. Edhe në ahiret merita dhe dënimi i tij do të jetë i tillë. Andaj njeriu i cili furnizohet me kësi detyri, trishtohet dhe me njëherë i madh këto punë me digitronin e dytë. Dhe
Do të thotë e ka parasysh se si duhet me dal para Allahut subhanahu wa taala. Këto janë disa prej pikave. Allahu taala alam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu subhanahu wa taala ne ka dhënë ato mirësi dhe ajo ishte e qartë për këto dy ligjëratave. Edhe ato janë mirësi pa dyshim. Nëse mendojmë pak më thellë dhe meditojmë pse Allahu subhanahu wa taala e krijoi zjarrin, e krijoi xhehenemin, do të shohim se edhe ajo është një mirësi. Pa thurë qysh. Është mirësi sepse Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet xhehenemit e nxjerr në pa drejtësinë e tij. Do t'i shpërbleje të mirët, bamirësit në xhenet, ndërsa të prishurit, jo besimtarët, të gjithë qafirat do t'i shtin në xhehenem. Kështu shifet drejtësia e tij. Këtu shifet se kush i kuptoi këto mirësi. Ai i cili kuptoi mirësitë që i përmendëm, ai është bo besimtar i mirë. E kush u bë mendjemat, kush nuk deshti me i kuptu këto mirësi, kush nuk tha se jo nuk ka Islami asnjë mirësi, ai vedër e ka në xhehenem. Sa ai po ti kishte pa këto mirësi që i përmendëm na, vetëm që janë një numër shumë i vogël nga ajo që ka Islami, po ti kishte pa këto mirësi, edhe po ti kishte pranu ato, edhe ti kishte vedisu për ato, ti kishte punu sipas tyre, ai për atë nuk ka xhehenem. Shumë është normale kjo. Andaj nuk do të zgjatem më shumë, kjo është përgjigje më shkurtë. Bashkë. Nuk ka mëkat, ne nuk kemi ekstremizëm, po nëse kemi një vëlla musliman që tu po shet edhe një tjetër jo musliman, blejtë muslimani, unë atje intervenoj të na, ju tregoj këto çka bëj unë të na, nëse mas unë për vetë, unë se jam kurkushi, mor po ju tregoj çka bëjmë në atje. Ajo tham, konsumoni prej pijeve të vendit, hajeve të vendit, vendore, një herë mas pari. Çka të mundim, vendor çka të mundim, pse? Kush po na ndihmon për ndërtim të gjërave? Çata tonit, i miri keq ai joti po të ndihmon. Çai firmash i vogël, çai po të ndihmon. Firmashi ja populli janë pak të pavetdijshëm. Ja Rabbi, kret shkojnë te kinest me ble. Ata malire rroba, mirë po ketë rroba të këqija janë të kinezëve. Rroba kurfares janë, mirë po kret shkojnë e blejnë të ata. Ju thonë, po ju sa po blejshtë ata blejtë e joti, le ta fitoje një dinar, një jyti, e jo me fitua një dinar i pagani, se kinesi janë pagan, popull të padin, pajman, pagan, mushrikin. Mandej, na kur të ndërtojmë xhami, apo shkem të pagant me lyp, atë muslimant, në të muslimant po lypin. Pagant me na pru pare për xhami, zban mja u bon kabul. Se pari aty në zban me hi, ku ka mu falë namazi, në xhami, pagan. E populli nuk ka këtë vetdije. Prandaj kërkoj, intervenoj për këtë, bleni të ata të cilët janë musliman. Le të pasunohet muslimani, mos u bën një xheloza. Pse mo pasunohet? Ne të pasunohet vllajut. E për ati ka hajr. Ata prej shkupit kanë kaluar aty parni, edhe mos me pas kushte, s'u ne kishin rreç. Kanë pas kushte, kanë rreç xhamin, sot po bën ibadet në to. Allah i razikoft. Ja na çta shpik, unë nuk i njoh ata dy vllazën. Kam me lyp me i gjetë ata kush janë. Unë prej kak po shkoj po tregoj, Allah i shpërbleft vallaj me xhenet. Allah i udhëzoft familja, akraba, kret çka kanë. Se kanë bëni hajër të madh. Inshallah dhe na bëjmë hajret të mëdha ya Rabbul Alamin. Ky është hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili në vete përmban mrekulli. Do të dikosh si ka mundësi me qenë kjo hadith mrekulli. Është mrekulli se si ka thënë ka ndodhur. Ashtu ka thënë edhe ashtu ka ndodhur. Pse? Për shkak se muslimanët nuk i përmbahen burimit, Kur'anit edhe Sunetit. Se Kur'ani dhe Suneti i bashkon njerëzit. Shpike që i përmendëm pak më herët, edhe mendimet që s'kan bazë në Kur'an dhe Sunet i përçajnë njerëzit.
Andaj Allahu subhanahu wa taala I ka thirrë njerëzit që të kapen për ditarin e Zotit wa tasimu bihablillahi jamian wala tafarraku. Kapuni të gjithë për ditarin e Allahut dhe mos u përçani. Edhe kjo është obligim. Wa kunu ibadallahi ikhwana, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe bëhuni o ju besimtar, o ju rob të Zotit të vëllezër. Andaj Islami kërkon që njerëzit të grumbullohen, të bashkohen dhe të kapen për burimet e qarta dhe shëndoshta të Islamit, Kuranit dhe Sunetit. E nëse ata nuk I përmbahen këtyre burimeve të shëndoshta dhe të fuqishme, padyshim se ata do shpërndahen, do të përçohen e do të realizohet ajo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse tek njerëzit ndikon domethënë ndikimet që ndodhin në kulturën e tij, në logjikën e tij, ndikimet që ndodhin domethënë në jetën e tij, kultura e vjetër, kështu me radhë shumë elemente ndikojnë që njerëzit të ndahen, të largohen nga burimet e pastra, edhe aq më shumë largohen nga burimet e pastra, aq më shumë edhe devijojnë edhe normalisht të devijojnë pastaj shkaktojnë përçarjen edhe ndarjen e muslimanëve. Wallahi për këtë dytën Sarajevës kam dëgjuar për njerëzve që janë kompetent. Asnjë për këtë meselë do të më pas dikush I cili punon në fabrikë dhe të raporton. Ama madam që ai e deklaron atë, do të thotë që është halal dhe është këtë dhe jon pi vllaznive dhe fali namaz, unë mos foli për tjerë. Unë po të foli për një Haxhi Adem I cili është ka kompani I Shkupit, a kupton? Salama nuk ka mundësi mu bë salam pa e përzimin I farllojë ndyre. Nuk ka mundësi. 2 vjet e gjys me radh I ka pas sërish që thojnë atënve ekspertve, pi Hungarie, pi Rumunie, pi Rusie. Po, kryesorja ka ardhur rifi 8.000-10.000 euro ka pagu në mujt, derisa ja ka qit ato analizat dhe ka qit që ka mundësi me bën dhe pa çat vjamin e fliqt me bë çat salam. Edhe personalisht që ky njeri fal namaz, ky njeri ka frikë Allahun, ky njeri jep zeqat, ky njeri punon me Allah. Wallahu ta'ala alam, unë mendoj se të ky bën me bleja, kupton. Ta ato tjerë nuk penjat tjetrin, tretin kusha, edhe dytin, po do të tash në haxh që ishim, na tregoi një vëlla se kështu edhe I kish pru pashteta me veti atë. Edhe më tregoi, do të thotë edhe ajo, unë mendoj se ban me marr pe atënve, do të thotë Allahu ta'ala alam. A këto që a di çka, më mirë është me marr vetë dhe me preje me drejt. Ajo është më mirë. Po skir nuk dalje tjetër, do të thotë ki nevojë me marr ban, se ai tek e funit ai e ka përgjegjësinë, se ai të ka deklaruar ti kështu, kupton. Nëse mashtron ai mashtron vetvete. ne këtë muhabet nëse ato vllaznik, se këto të pikës se kanë vulën se është halal. Wallahi, meselja halal haram është unë po të ka tregoj. Sheikh Abdulrahimi është në Danimark përfaqësues I Ligës Arabe, kupton. Edhe ai shkon 15 minuta në mujt edhe I këshyra pritën halal haram edhe shkon. Konzervat, kupton. Ai merr 3.000 euro edhe se ka derta, kupton. Ama ai shka e përpunon ai tjetër. A këtu shka e punon janë këtë musliman. Çka e bojnë musliman, pronari këtë musliman është, kupton. Kjo me ata nuk krahasohet, kupton. Allahu alem. Po, përgjithësi duhet me pas derë dhe më interesua, kupton. Unë mendoj se në xhamiat e Zvicrës që është një tradit, ndoshta ka pak edhe Gjermanisë, ku t'jap imami selam, ku të kryen pa namaz krejt, dhe më bua rresht aty, Allahu kabul, Allahu kabul, Allahu kabul, Allahu kabul, me qëllu 500 vetë, që ka për gjemat 500, edhe me folë kë 500 vetë dhe përdore, 5 herënditje, ram, ajo ram, pja ngarka vetë vetës, qka s'ta ka ngarku Allahu. Pja ngarkan vetë vetës dhe pja obligan që ka s'ta ka obligu Allahu. E nëse thuhet ti, po mirë nuk kërës për thot për neve se është vajgjib e kun, mirë atëherën të të bëjnë një pyqje. Nëse onë e distancion shkojnë fund që ati kujen ata, dhe s'du me hiq aty, atë am kësyrë ti muaj me shtramp me syje, pse o ndavan, a I ma I meqim se na. Jo me meqim. Pra, nëse ndahen, pse o ndaj? Dhe kjo po I bjen se në farë mënyre po më obligon edhe po bëhet pjesë e namazit. Pse e pjesë e namazit? Për çka? Ne themi Allah ka bëlla gjirimin o Allah, ku bëjmë doat për gjithëshme. Doat për gjithëshme sikur tash, cili për neve, për juve, kur t'ja urën bajramin Allah në pas përnu ata gjirim që kemi bëhet, por se kemi paqare, nuk ka pjesë. është të se shumë. Sigurisht kjo është një sprovë që ka ndodhur edhe tek ne atje në Shqipëri, në trojet tona atje,
po që ka ndodhur edhe në Kosovë që kemi dëgjuar kohët e fundit. Opinioni është që musliman duhet të lëvizin të gjitha mundësitë e tyre që të kthehet edhe një herë ajo që pretendohet liria, ajo që pretendohet drejtat e njeriut, dhe këtu ne o vëllezër dhe motra duhet kuptojmë se kur flitet për të drejtat e njeriut, kur flitet për kartat e drejtave të njeriut, për çdo gjë, dhe çdo gjë mund kuptohet përveç të drejtave që mund të ketë muslimani për të shfaqur fenë e tij dhe adhurimin e tij. Mos shkojmë aq larg. Ju këtu në Maqedoni për shembull, e keni të ndaluar që femrat dalin pasaport me shamin. Kështu që obligohen musliman e Kosovës, Maqedonisë apo Shqipërisë, kur ndodhin probleme të tilla, të mbledhen nxënësit e dijes, konsultohen me mëshihatët që kanë vendet e tyre dhe të gjejnë zgjidhje, ose për ndryshe të gjithë janë gjunaqtar derisa të bëjnë obligimin dhe detyrimin e tyre. Derisa të arrin punën pa mundësi. E nëse arrin punën pa mundësi, Allahu nuk e largon njeriu më shumë sa ka mundësi me bë. Ama duhet shfrytzuar të gjitha shkaqet dhe të gjitha arsyet që të gjehet në zgjidhje. Edhe mos harrojmë se kjo nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e gjunaheve tona. Besim i pastër, akide shëndosh, është akide e besimi i muslimanëve të parë. Besim i cili mirret krejkput nga burimi i Kurani dhe suneti i pastër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është besim i cili nuk është njollosur, nuk është përllomur me asgjë nga kulturat e ndryshme edhe shoqëritë edhe civilizimet që kanë jetuar përreth muslimanëve. Është besim i cili e shtin njeriu ta zbaton dhe ta personifikon këtë besim në veprat e tija. Pra është një besim i cili krijon ndryshim tek njeriu. E shtin njeriu të vepron mirë, të kujdeset për faktin se Allah e mbikëqyr, se Allah i registron veprat e tija, se Allahu kërkon mirësinë në çdo fjalë, mendim edhe vepër të tij. Pra është besim i shëndosh, ai besim i cili arrin që shkakton ndryshim pozitiv në jetën e njeriu. Përndryshe, nëse është besimi, domethënë i shëndosh, edhe nuk shkakton ndikim në jetën e tij, atëherë ka pikpyetje sa është i shëndosh, edhe sa është i mjaftueshëm, edhe sa është i dobishëm në jetën tonë. Wallahi që ma dyjam me fol për namaz, prej se bëhesh me ditë deri des nuk bëhet ballë, veçan ti tek ne. Veçan ti tek ne në rrethin ton ummet musliman 70-80-90% bazë zona ku banojnë shqiptarët. Dhe ma me pak me namazën bot ummet nuk ka shoqëri në botë. Shkon Pakistan, në shkon Indije, shkon në Japoni, shkon në Indonezi, ku dush, ku dënja, në Afrikë, në gjungull, ku dush, që ka musliman, popull, musliman, ma me pak namaz, se sa popull shqiptarë nuk e gjenë. Nuk e gjenë. Për atë arsye, ton jetën me fojt për namaz nuk e gjenë. La ilaha illallah. Njeriu me pa namaz, njeriu pa namaz, muslimani pa namaz, muslimani pa namaz. Ku ka të islamaj? Ku ka të imanaj? Ku ka të imanaj? La ilaha illallah. Ku ka të imanaj? Allah në drejtohet. Inshallah se nëzëm dhekja pa namaz. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sitni që ka vdek s'ka fal namaz. La ilaha illallah që pas ka gjithë. Sitni që ka vdek me namaz. Elhamdulillah. Namaz ka fal. Elhamdulillah. Mora ka në fal. Krejt lej. Ama në ka fal namaz. Elhamdulillah. Elhamdulillah. O mësë mërzit që dërz djali e babë. Allah e nane. Mos kaj mësë mërzit për deri sa ka qitë kryqeshte. Wallahi, se ka qitë kryqeshte edhe gjak me qitë letë sytë, edhe gjak me letë këta sy me qitë se nuk ka bëllë të e disë që ato hjekë. Vlazni, kështu për thëtë Korani dhe Seneti, e s'kem kome sjell argumente tash, këtu se nuk jem temë. Kjo namaz, kjo dëre. Unë jem të kështu pej që marë sa mire ka marru këtë dëre. Këtë shtyju, pa heqe. Në gëzohë me nejta një këto na. Shtu ka pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ja pia ndërtesja e islamit, shtylla e tij në namaz. Rrok çerët e çapo bëhen. Hajt. Banimi me femër nash muslimane, nash krishterë, nash pagane, nash ka të qoftë, është haram.
Ka thënë pejgamberi jytë dhe jemi alayhi salatu wassalam, esalullah al-afia, Allah i më falë mu gabimet dhe juve, ka thonë ma mirë me najt, me një thi, me një dert, sofët, me një sobë, me një odë, se me najt me një femën që nuk është e jotja, që jo haram. Allah ka thënë inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, namazi për muslimanët është në kohë të caktuar. Kohë të caktuar namazi, kohë të caktuar namazi para kohës së në fal, as mas kohës së në fal. Yatsia ka ko prej kur hëndi rritin kohë sabahut. Yatsia është ajo. Dej kur tin kohë sabahut. Ta natës për kohë fal yatsina. Dej sabah. Allahu ka lënë hapësirë për kohë. Fillimi mbarimi kohës. Henagimi i vërtet i dytë deri në diellit. Është 1 orë, është 2 orë, ka vakoma të ka luft. Të mrana 2 orëve, së në gjënë 2 minuta, 2 orë është. Herë 2 orë, herë 3 orë, herë 1 orë, me gjithë 2 minuta sabah. Nuk ka kush në falë fillim të kohës, mrana kohës. A mundet mu bashkue namazet nëse shka kuj pun shemull tash pun të shkojnë në ora 6, a faktikisht në ora 6? Namazin nuk më bashkohet pa arsye. Namazi bashkohet nëse ka arsye. Është një udhëtar, është i smut, atë i smut shumë. Po, për ndryshe namazi nuk bashkohet. Faleminderit. Pyetja radhës thot, nuk kemi lexuar asnjëherë, nuk kemi ndëgjuar asnjëherë se namazi për pikë qef nuk bashkë. Ja, kërkosh dia s'ka thonë është. Ja. Teorisë të sanë të fakahate vjetër, nuk e gjen kërkon. Kërkon nuk e gjen. Ja. Do të thotë larja e xhenazës është në formë, do të thotë është prej kushteve që në fillim do të thotë i vdekurit pastrohet në vendet e turpshme, do të thotë pjesën e poshtme, pastaj të mirët gusull, edhe të fillohet nga ana e djathtë, nga koka, nga ana e djathtë, ai majta dhe komplet pastrohet. Normal, njeriu nuk duhet dyshon se a e lash këtë pjesë pa la ose nuk e lash, po sunet prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është do të thotë të kalohet uji bile minimum, do të jo minimum, po të kalohet 3 herë. Kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mesela e dytë, a do të varosin me bidata ajo është mesele që duhet ti ta lash emanet vllai ndershëm, se te na me të vërtet është problem shumë i madh, problemi i varrimit ose disa ceremoni që i bëjnë te varret. Obligimi ai nuk ka përgjegjësi. Përgjegjësia e tij është me bë tërbie dhe me lënë emanet ata mbas ti çka janë me ia mësu hakun hak. Te na shumë njerëz shkojnë te varret edhe ja nisin, këndojnë sure, muhabete të ndryshme edhe këndojnë ndoshta edhe kelime tauhide, nuk e di unë çka. Kjo nuk ka në hadithe askund të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as nuk e ka vepruar askush për asnjë pejgamber, as për një sahabi. Po kjo është risi dhe bidat. Dhe ndalohet rrepsisht bëhet kjo. Prej sunnetit Muhammed Mustafas sallallahu alajhi wasallam është që ai i cili vorroset dhe ti shkon e ke shpërblimin e Allahut ta vorrosish atë. T'ia falish namazin e xhenazës. Cila është shpërblim? Sa kjo është namaz. Namaz xhenazës është farzi kifaje, të cilën ke shpërblim. Cili është shpërblimi atij që ka fal namazin e të vdekurit? Namazin e të vdekurit ta falish e ke shpërblimin sa një kodër të Uhudit me sevape. Ndërsa nëse e fal me një teba xhenazat e muslimin imanan wa ihtisaban dhe e merr atë dhe e çon deri te varret dhe e vorros, e ki sa 2 kodra të Uhudit. Sa 2 kodra. Edhe obligimi joti si musliman është me thon, Allahumma thabbithu ala alqawli thabit ya muthabbit alqulub. O Allah, forcoje atë në hak. Forcoje atë në hak. Cila është fjala e hakut? Është fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemi raste që dikush mundohet dikan me çun xhenet, naudhu billahi se në xhenem me zor. Ja. Xheneti është që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për ata të cilët innal ladhina qalu rabbuna Allah, kanë thënë Allah është Zoti jon gjithë jetën e vet që ka jetuar 60 vjet. E dikush mundohet të vorret me thon kul la ilaha illallah ya fulan ibn fulan kul la ilaha illallah. O filan biri filanit thuaj la ilaha illallah. Ai 60 vjet ka thon la ilaha illallah, e ti mundohesh me ato shallat ose me xhamatlit ti thuj la ilaha illallah, a ka bazë kjo në fe? Do të thotë definitiv kjo është se ti nuk ke mundësi atë me një shahadet ai në varr
në botën e ahiretit, në botën e berzat, e ti thuj la ilaha kur ai 60 vjet ka pa Allah i ka thue pejgamber, i ka thue Kur'an, i ka thue sunnet, i ka thue xhallar, i ka thue xhamia, i ka thue argumente të shumta, dhe se ne pas ka gjetë Allahu në 60 vjet në çat moment ja. Po njeriu me çka jeton me ata vdes, jeton me iman, jeton me shahadet, jeton me namaz, jeton me ftyrë të bardh, do të vdes dhe do të ringjallet. Andaj kema ta ishu të mut, me çka jeton, me çata vdes. I ke jetu me iman ki me vdek. Ke jetu me kufër dhe me shirk, do të vjen meleku i vdekjes do të pyet men rabbuk, men dinuk, men nebijuk, kush është Allah jot, kush është pejgamberi jot, kush është feja jote. E ke njoft Allahun këtë botë, e ke njoft fejen tënde këtë botë, e ke njoft Muhammed Mustafa, do t'i thush Rabbi Allah, melekun vor do të pyet, do t'i thush Allahu është Zoti jem, Muhamedi alayhis salam është pejgamberi jem dhe Islami është feja ime. A mos e ke njoft në këtë botë, do të thush ahin për mu, kuku për mu, ose vaj halli për mu që kam gjetë. Andaj, përgjithësi ai i vdekuri nëse kryen dikush bidate, do të thotë ai inshallah nuk ka do të thotë përgjithësi, mirë po është mirë që ti këshillon. Konkret kemi raste të shumta se një prej muslimanëve në trojet tona i cili ka lexuar Kur'anin mbi 2800 hatme që ka lexuar në jetën e vet, 2800 hatme Kur'anin e ka lexuar. Ka fal namaz vazhdimisht, e ka lënë emanet me gojën e vet, kur të vini te varret, mos më thon kur gjë, po më thon vetëm Allahumma thabbithu ala al-qawli thabit. Vetëm këtë dhe më thon o Allah, banja varrin atij prej babçeve të xhenetit. Se varri është babçe prej babçeve të xhenetit ose grop prej gropave të xhehenemit. Babçe është për besimtarët, grop e xhehenemit është neudhubillah për xhehenemin. Kjo është hadith i gjatë e cila ka mundësi të sqarohet më tepër, por në pika të shkurta ne e kemi obligim që muslimanët mi bë tërbije dhe mi thon se te vorët disa ceremonia që kryen, ata janë ceremonia biznesi, janë ceremonia bidate, ceremonia me prapavia se na sëm pikthyn adetet, ne kemi thënë shumë adete, kemi dal prej atij kollosekit. Kushtimisht me thon edhe si shqiptar nuk e kemi ato tradita, po edhe si fetar i kemi shkel shumë parime të fesë islame, e këndej mundohemi ti praktikojnë disa bidate dhe thojnë se ne e dojna fen, dhe disa janë të cilët neve po na sulmojnë ndo mesele të fesë. Kjo nuk ka bazë në fe. Do thotë meselja e ceremonive ose mevlut për vdekje. Hajde hoxha të këndosh mevlut për vdekje. Çka ka lidhje me vludi për vdekje? Frik e shoh dikan i cili e thirr hoxhën, hajde hoxha se më ka vdek baba. A dini pse? Se ai nuk ka lidhje me dinin e Allah dhe mendon se me një mevlut hoxhës do ta çon në xhennet. Ai s'ka bë sejdë, ai s'ka lezu Kur'an, ai s'e ka njoft kiblën, edhe në këtë moment nuk bën dobi as mevludi, as çelimja, as kur gjë hiç. Po dobi bën Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Në atë ditë nuk ban dobi as malli as evladi, po ban dobi zemra e pastër, zemra e cila ka besuar Allahun, zemra e cila ka besuar Allahun dhe ka qenë thabite, e përforcuar në dinën e tij dhe veprat e cilat i ka bën në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është në pika të shkurta, wallahu taala alam. Puna është, do më thonë, kur dikush do të filloj një punë në një teren të dikujt, ai që është në teren të dikujt duhet të thotë bëjro. Ne, kur kemi ardhur në Dibër, me mbajt këtë tribun, këtë mezhlis të bukur, na ka thonë dikush bëjro dhe kemi ardhur. Ne jemi munduar të jemi sa më korrekt me të gjithë muslimanët. Jemi munduar të nxjerrim, domethënë në praktik, ato mirësi që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar të bëjmë besimtarin ndaj besimtarit. Mirë po, momentalisht dyert janë të mbyllura ose gjysmë të mbyllura në ato dyert, andaj nuk çelet puna, ndërsa ne jemi të gatshëm dhe nuk kemi asnjë farë pengese me bashkëpunu me secilin musliman. Me secilin musliman në të mirë, në atë që ja do Allahu subhanahu wa taala, në atë që na ka porositur Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa me ardhë për shembull, sikur që kemi dëgjuar fatkeqësisht në Ramazan tani, vjen njëri me shkollë, ka kry fakultet, ndoshta magjistratur, e ndoshta edhe doktoratur, dhe obligohet hoxha me gjitha këto tituj, obligohet me lexu hutbën e dikujt i cili i ka shkruar. Kjo është në çmim për hoxhën, dhe është në çmim për dijen, ku shifet, domethënë, nga këto veprime se sa mundohen për të mirën e islamit dhe muslimanit. Gjë që është për të mërzit, por ne bëjmë dua. Bëjmë dua, lutim Allahun subhanahu wa taala në këto natë të mëdha, në këto ditë të Ramazanit, që Allahu subhanahu wa taala të na udhëzojë të gjithëve
të na inspiroj që të punojmë ka e mira, të na bëjë të sinqert në fjalë dhe në veprat tona. Nuk kam çka të shtoj më tepër. Khalife duhet me pas. Pse kanë ra pi dardhe, që tash deri të hypin edhe një herë, e kanë zamet. Na jemi duke punuar në atë drejtim të gjithë, kretët, që ta kemi, tash më u thonë juve në Zvicër, pse kretë xhamiat e Zvicrës nuk e kanë një kryesi? Ju s'mu njep një gjevab, se unë e di, pa thonë ju, pse. Raportet me sogjallarve nuk mund të japin pasqyrë globale, se vendi nga vendi dhe allon. Dikun janë të mira, dikun janë të zbehta, dikun janë problematike, dikun janë të lavduara kështu më radhë, andaj dallojnë. Mire po, ajo që kërkohet, neve ajo na intereson. Që se cili besimtar, se cili musliman, e mos themi se cili hoqë, duhet bashkëpunon me vllaun, kolegën e tij, për ta penguar këtë hovë që e ka e keqeja edhe mundohet t'ja imponon mbar njerëzimit. Andaj për ta ndërprer dhe për ta ndalë këtë hovë e westernizimit, e perëndimizimit të njerëzve, me sjelljet, besimet, moralin, kodekset e ndryshme, atëherë nuk mund ta ndalin. Atëherë na do të metemi pa xhamat. Nuk do të kemi kujt i drejtohemi e me ka të flasim. Andaj kjo është obligim i cili kërkohet për gjithë xhallarëve, të gjithë të bashkohen, të gjejnë gjuhë përbashkët edhe të japin kontributin e tyre në mënyrë kolektive për ndryshimin e gjendjes, se gjendja është mjaft alarmante, është mjaft e vështirë, edhe mundi një personit, e 10 persona nuk mjafton, por duhet mundi shumë personave, dhe andaj nëse arrijmë domethënë që të bindemi se gjërat që janë të përbashkëta duhet të unifikohemi edhe të veprojmë bashkë. Dallimet mendore, ideore që kemi në disa çështje të ndryshme, ato le të metin hapësirat tona, secili të vepron si don, kurse për veprat që janë dominante, si është besimi, si është kujdesi për namazin, si është mbrojtja e nderit, të gjithë pajtohemi, andaj të gjithë në këtë drejtim duhet të japim së bashku kontributin ton, nëse dëshirojmë që të lëviz çështja e popullit ton në drejtim pozitiv. Ja, sakrullë larga saj, ata plotësisht e kanë tamam me argumente. Zguxon askush me i sulmu. Jo zguxon që na përlohëm, zguxon me parimin me rregullin islame. I kanë argumentet pa shtybe hiç. Tamam e kanë. Pejgamberi ka la kul ta'amaka illa taqi wala tusahib illa saliha. Mos e shoqëro vetëm njerin e mirë dhe mos të han bukën vetëm atë që tutet Allahut. Ka për qëllim ki kujdes kanë pesgjet për shak. Ki kujdes e vëlla kanë pesgjet për shak, sepse shka pejgamberi në hadith tjetër, njeriu është në fenë e shokut vet. El mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Njeriu është në fenë e shokut vet. E le ta kqyr kanë për bën shak. Shumë është më rëndësi shoqënia në Islam. Ka peshë madhe kanë e kijaran. Që me kanë punon, por kanë e kijaran. Shok dashamir ka peshë madhe në Islam. E hadithi po dëmë të regu se ke kujdes në ndë edhe për ushqim tonë të shtëpia mundohu me arë shtëpit tënde njerëzit që tutën Allahut dhe vetë shumë, sepse nuk është me ta humër bukën e njeri cilë është haram, si me ta humër bukën e njeri cilë është takua i dhe vetë me tutët Zotit. Nuk ka njëjtë, ka dallim, ka në shumë sende ka dallim. Shumë sende ka dallim. Mundohu bukën tënde me ta humër ai njeri i cili tutët Allahut i dhe vetë shumë. Po. Islami është fe, edhe si e tillë duhet propagandohet, nuk përzihet me sistemet e ndryshme njerëzore dhe toksore. Islami është mbi të gjitha ata, andaj nuk është e lejueshme fetarisht që të bëjmë koncesione edhe kompromise për të futur në lojra
që në esencë, në piknisje, në bërtham nuk përputhen me ligjet e Allahut subhanahu wa taala, andaj nuk ka nevojë që musliman të prezantohen në kësi variante dhe me kësi ide se e djegin kartën e Islamit edhe mirësinë e madhe që ka kjo fe, po mjafton të thrasim në fenë e Allahut e cila bart në vetvete të gjitha segmentet edhe elementet, mirë po asesi nuk toleron që të zbresim me Islamin në nivelin e ligjeve njerëzore, siç është demokracia apo liberalizmi apo nihilizmi kështu me radhë. Islami është mbi të gjitha, andaj me Islam si fe mundet të arrijmë që ta ndryshojmë shoqërinë, edhe pse ky ndryshim të cilin na e flasim dhe promovojmë është i ngadalshëm edhe është afatgjat, por ta dini se është i sigurt. E varianta të tjera i kanë dëshmuar muslimanët, kanë përdorur që edhe nëpërmes partive politike të cilat nuk kanë sufikse ose prefikse islame, mirë po nënkuptohen se janë bartës e tjera muslimanët, kanë provuar që të arrijnë në pushtet edhe nëpërmes pushtetit të ndryshojnë gjendjen e muslimanëve, por nuk kanë dështuar, si në Turqi, si në Algjeri, si në Egjipt e shumë vende ku kanë provuar këtë lloj variante, sepse janë futur me Islamin në lojën e shejtanit. Se demokracia dhe ligjet njerëzore janë thjesht një produkt i shejtanit, i cili mundohet nëpërmes njeriu të ofron pushtetin e vet, edhe i cili nëpërmes këtyre rregullave dhe ligjeve mundohet të sfidon pushtetin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj ne mendojmë se të gjitha variantat tjera përveç davetit dhe thirrjes në fenë e Allahut në mënyrë të qetë, në mënyrë të butë me fakte dhe argumente nuk ka sukses. Kjo është variant e gjatë, mirë po është e sigurt. Ai që nuk fal namaz është afër kufrit. E këshillojmë inshallah falet. Ai që s'fal namaz, Allah i na ruajt mos falja namazit e çon në xhenem. Qalu lam naku min al-musallin wa lam naku nut'imu al-miskin. Na në xhenem jemi pse namazin se kemi fal. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, wallahu a'lam. Tfaddal. Hajmania ose muska ose çfarë lloj emri tjetër që të ketë, gjykimi i Islamit është për të në thënën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, men alaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. O transmetimi tjetër, faqad ashrak. Ai që vendos hajmali ose musk, Allahu mos ja realizoft qëllimin nga dhënia e muskës ose dhënia e hajmalis. Ai që vendos hajmali ose musk vetëm se i ka bo shok Zotit Xhella Xhelalu. Për të arsye dhe vetvaja është që nuska dhe hajmalit janë të ndaluara me shariat dhe Allahu e di më së miri. Po valla nëse ka punu asnjë na kanë bëti hava krejt. Duhet më xheru mas Ramazanit. Po ty bëna kanë lajt asin s'kem pununa. Po nëse punoj musliman nuk po punojshin, ja musliman Ramazan kush nuk punon këtë flajn. Po morë ti jo. Vesh ti ke punuar lodh e ke hamon atje s'kem punuar asnjë. Kush këtë dinë s'kish punu. As baballat ato s'kishin punu, as ka tradish ato s'kishin punu, ata kanë pshty xhako i gzum. Aty nuk ka rat fekt. Ata kanë korre, kanë fshin lame, dini mirë që janë lama të në herë. Ata po pra, ai kurar iftari, hup nuk ka ditë ngrahti, as mungi huj, as nuk ka ditë. Hup njeri, 5 lathtet, ata s'kanë punua, dal 4 sabah me korre, ton ditën. Ja nuk kanë lodha ata s'pa, po vesh të ke punua Allahi. Ja, po vesh të ke punua. Allah nuk ka ditë që punojnë ana. Agjërimi vllazni është me mat muslimane, sa burr, sa ka sabër. Sa është i fort me sakrifiku për Allahun. Nuk ka qëllim se Allah ka nevojë dhe ka dobi me nejtë në pahamër e papi, por me matë musliman. Sa mundet muslimani për hir të Allahut me bëjë diçka që 11 muaj nuk e bën. 11 muaj ka thënë Allah, ha pe orubia, më shpesa te pra, edhe mos bë masrah me çu poshtë. Knaçi për të mira. Po 1 muaj ditë me spërvue, sa jenë gjende për hirë të Allah me lanë atë është të shpirti. Shtë të lyp shpirti bukën e ujtë. Sa ma shumë lodhë, të lyp ma shumë. Sa jenë gjende me lanë për Allahun. Pra jenë spërvu, në testi, jenë spërvun për Allahun. Të nëse nuk jenë gjende për Allahun me bëqë të qëka jenë gjende për Zotin? Qëka jenë gjende për Allahun? Pra gjërimi e lyp qëtohen, më lodhë për Allahun, më lodhë fizikisht.
që namazin natën e lyp më lodh pa gjumë. Për atë arsye pejgamberi ka thonë, Kurani vjen ditë kiametit, edhe tha to Zot, bën shefat to Zot, unë kum la pa gjumë. Pa gjumë kum la natë ka fal namaz. Mbë mu shefat ja Rabbi. Agjerimi çka thot, edhe vjen ditë kiametit to Zot, unë kum la pa hunger pa pi. Agjerimi spravon në buk nuj. Kurani të lodh në gjumë atje, lodhje gjumit. Ky lodhje fizike, pa hunger pa pi. Të ditë kiametit thënë Allah, ne kemi lodhur robën ton. Ne kemi lodhur. Unë kam marrë, për Ramazanir, unë e lash pa hunger pa pi ata. Pra ma mundse mu t'i bëj atina shafatu Allah. Me fut Allah në gjennet. S'provo musliman. Nësë me lodhë për Allah. La ilaha illallah. Na po lodhëm për vetë vetën tonë, po lodhëm për gratë tonë, po lodhëm për fëmijët tonë, apo po në një mujtë dita, nuk po lodhësha, për të përshkone saban punë 5, 4, 6, nuk po lodhësha. Po lodhësh, për dënja po lodhësh. Lodhësh me apo qefin nanës, e babës, e trupit të në grus të anë, fëmijëve tua, ke lodhje. Ke qështu mund do ke dënja qështu shkon. Dhe me thonë, për të tonë, për muj më lodhë, më munduë, veç për Allah nuk jem gjendje me sakrifiku kur të me ba. Nuk bën e po. A në realitet ti ma shumë ti ki hak ndaj Allahut. Ki hak ndaj Allahut. E Allah nuk ka thonë të lodhësh për mu dhe tjertë lej. S'ka tha Allah ka në lodhës të përëblat tu, për shëndet edhe të paguj shumë. Pra të arsyet të kërëshën fëmijët e tu dhe pënën, ti e fisibile në rrugë të Allahut, se i lodhë për evlad, i lodhë për familje, i lodhë për prind tu, i lodhë për me hungar rësk halal, mësë me hungar haram, i lodhë me shërbi vatanit, të pagun zotit, ta nëmran fisibile në rrugë. Por jo krejtu më lodhë, e për Allah mësë me lodhë heq. Nuk ban ashtu. Më thash me herët, mendja njeriu të ndërhyjnë të sende. Edhe kupton rrugën e Allahut dhe rrugën e shejtanit. Rruga e Allahut është pak e lodhshme, e mundshme, por paguhet e Allahut. Po. Pengesat që ndodhin domethënë mes prindërve dhe fëmijëve, kjo është një reflektim i asaj që thash dallimi ose konfrontimi i brezave. Edhe shumë herë nga shkaku se brezi i vjetër janë ndikim të disa stereotipeve që janë krijuar me kalimin e kohës, nëse ballafaqohen me forma të ndryshme, ata automatikisht aktivizohet sistemi i imunitetit, edhe i refuzon këta forma të reja. Kjo dhe i këto është në rregull. Mirë po, ajo që është problem është analiza që mungon. Se duhet të analizojmë ki trup i ri që shfaq në këtë vend, a ka bazë, a nuk ka bazë, a ka dobi, a ka dam. Nëse ka bazë, atëherë duhet ta absorbojmë, ta pranojmë edhe ta shfrytëzojmë domethënë të mirën tonë. Edhe mendoj se ka nevojë për sqarime, mungesa e sqarimeve, edhe fatkeqësisht ngacmimi për disa domethënë individëve ose disa strukturave shkakton që të krijohet një tension mes brezit të vjetër edhe disa të rive të cilët mundohen të zbatojnë disa adhurime sipas asaj që e kanë studiuar ose e kanë lexuar, edhe ky tension nuk është në favor të muslimanëve. Na jemi ballafaqohemi me një krizë shumë të madhe që e përmendëm gjatë ligjëratës, edhe ne si musliman, sidomos të vjetit, duhet të themi kushdo që vjen në xhami mirë se vjen. Ma mirë është në xhami se në kafe, ma mirë është në xhami se më marr me alkool e me drogë. E pastaj nëse i riu gabon, plaku me ulsinë e vet duhet ta përmirëson. Por nëse i riu e ka me vend, plaku nga mençuria e vet duhet t'ia pranon. Konkret duhet të sqarohet mesela. Arsye për namazin nuk ka vëllezër. Arsye për namazin nuk ka. Arsyeja e namazit është një. Nëse njeriu e ka zonë gjumi, mirë po, për shembull, në sabah namaz e ka zonë gjumi jo sa i se ka kurdis orën, po duhet ta kurdis orën e mobilin e tjetrën, ti thot familjes vet që ta ngrin për sabah namaz, edhe i ka marr këto masa, e ka kurdis orën, e ka kurdis do të thot edhe mobilin, edhe nuk i kanë dëgjuar, ka qenë i zonë, i ka dal gjumi mas lindjes dillit, inshallah çote fal në kohën kur i dal gjumi. Mirë po, jo ati mos mi dal gjumi 60 vjet me radhë. Jo mos me kurdis sahatin asnjëherë. Po ti ose edhe në drek, ke rënë drek, të ka dal gjumi në jaci, mas akşamit, të ka ik namazi qinis. Kur çosh e fal namazin. Mirë po, dush të bish në xhum me ders që mos ik namazi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa jalisan. Falun kam
normal, po s'ke mundsi falë ul, ke smundje të lashe falë ul, po s'ke mundsi falë i shtrit. Mesela e orarit punës, nëse të fin namazin e namaz, unë nuk e di tash orarin, po ka orar 6 orë, 7 orë, s'mund me qenë 12 orë. Edhe nëse është në mësim prej 7:30 ai sabajin e fal në shtëpi. Dhe deri në sa është ora në mësim, është deri në 1:30. S'mund me qenë më shumë. Po hoxha dreka për shembull që ka çereçate, fale farzin, ke mundësi me gjetë një pauzë tëndën që ti kushtojsh rëndësi këtij ibadeti të veçantë, se nuk ka bereqet edhe ilmi jot edhe mësimi jot nëse ti nuk fal namaz. Wallahi, njeriu nuk mund me pas jetën e bereqetshme pa namaz. As doktor, as shkencëtar, as fetar, as tregtar, as kur gjë mund të bëhet nëse njeriu nuk ka namaz. Andaj, prej bereqeteve të namazit është që Allahu i jep edhe rrezik, i jep edhe dituri, e forcon edhe në rrugë të hajrit. Në të shumë të mira o thamarat dhe fryte të bereqetshme ka në të namazin me fal. Arsye për namazin nuk ka, ai duhet gjeje rrugdalje. Nëse eventualisht ndonjëherë i ndodh ka provim gjatë mësimit për shembull ajo, atëherë inshallah i ban xhem, i bashkon namazin drejt me qindis së bashku dhe akşam me yaci së bashku. Kjo është rregull i përgjithshëm për në musafir, për në rrugë. Mirë po ndonjëherë lejohet edhe në vendlindjen tënde, edhe në qytetin tënd, edhe në vendin tënd, kur te ke obligime të veçanta, mirë po jo me bë shprehi dhe vazhdimisht me bë toptan në tot namazin me bë xhem. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka fal namazin edhe xhem drejt qini akşam yaci në vendin e vet, në tot në Medinë. Mirë po ai ka fal çdo herë apo ai ka fal një herë ose dy herë, nuk e ka fal çdo herë. Edhe ne nuk do të më bësh shprehi, po do të thotë kjo është rrugdalja që ai ka mundësi mi bashku namazet. Ama as sesi ai ta laje namazin, se un jam në shkollë. Edhe unë nuk mendoj që ka arsye, po njeriu në thotë siç thot njëri prej ulemave, inshallah ai nuk është ai vëllai dhe nuk dyshojnë atë që ai është prej atyre, po ka disa vëllezër të cilët mundohen me arsyetu, unë kam teshat me balt, jam për shembull murator, jam këtë dhe o balta atën temiz dhe tahir janë të pastërta për trupin e njeriu dhe nuk ka arsye. Punojnë deri pin mëngjes deri në mbrëmje dhe unë kallaballok i fali namazin në mbrëmje. Ja, namazin duhet ta falish edhe në ndërtimtari, edhe në rrugë, edhe në treg, edhe ku ti jesh, namazin nuk ka arsye. Andaj se dikush ka edhe kësi vezvese që është do të thotë me pluhën ose është me balt ose është me malter dhe mendon se nuk i ka rrobat e pastërta. Ajo është e pastërt dhe ka drejt falet, merr abdes, drejtohet ka kibla e fal namazin, po ka obligime të shumta thash e fal farzin ose ndonjëherë e ban drejt qini së bashku akşam yaci, ndërsa asesi nuk duhet ta lajë namazin. Wallahu a'lam. Kurani është një, suneti e pejgamberit është një, fjalët e imamave të mëdhëbeve janë, domethënë evidente, andaj nuk ka dalje për këtyre kornizave. Secili që zbaton domethënë falet, i kthehet kiblës, i mbështetet Kuranit, sunetit, fjalët e imamave, ai është në këtë rrugë, në këtë gjadë të madhe. Gjadja e Kuranit dhe sunetit. Ka vend edhe për atë që është Hanefi, edhe për atë që është Shafi, edhe për atë që është Maliki, edhe për atë që është Hambeli, për është gjadë e gjon, ka vend për gjithë muslimanët. Nuk nuk është mençuri muslimanët me ra në ndikim të disa strukturave që shkaktojnë tensione dhe përçarje mes muslimanëve. I riu, i cili ka kuptuar disa gjëra, duhet të zbaton me qetësi, me urtësi dhe butësi. Dhe i plaku duhet mundohet ta kupton, edhe nëse nuk ka fakt argumente ta këshillon, e asesi të vim të përplasemi ne të xhamis, e ata që janë jashtë xhamis, pastaj të qeshen edhe të shikojnë domethënë se hir në ne musliman që kemi ardhur xhami të falemi. Asesi nuk duhet të tolerojmë që të vjen gjendja deri në situatë që të konfliktohet muslimani që u ka kthy kiblës me muslimanin që u ka kthy kiblës për disa dallime të vogla sekondare që nuk kanë domethënë ndikim shumë të madh në rregullat tona të përgjithshme fetare. Bidatin xhenem çon, kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin finnar. Allah i na pështoft. Bidat në akide, të kuptojmë bidat në akide në besim. Jo bidat në punë dynjos. I kam një disa prej kolegëve tanë duke thonë, ani hypi prati magarit, hec me magar me mush. Ja, punë të dynjos, ka thonë pejgamberi, ju i dini ma mirë se unë. Antum alimu bi umuri dunjakum, të akides janë plotësua, dini o plotësua. Pejgamberi nuk ka vdek pa u plotësu dini islam. Kurse punët e dynjas
Na i marrim tretuarët, rrugët e gjona, aeroplanat, kerrat, vozat, pejgamberi asnjë ose ka ditë me sahabët këto. Këto nuk janë bidate, këto janë me lehtësu jetës dunjos. Në jetën e dunjos edhe i lehtësojmë këto gjona, mashallah, po dhe vinë katastrofa për këtyne. Balloma për 2 sahat bjerë, ka një herë kreti rëzon në det. Kjo të lashët e dunjos shtë janë. Unë jam në imam në xhaminë e Sarajit. Njëherë një vëlla më pyeti, hoxha, është kjo bidat? Ngritja e durve mas namazit? Tash po. Përgjigjen edhe po. Po si duhet thot bota? E tregova, këtë çka e pyeti. Thash, te ne ka shumë defekte ala rreth çështjeve të namazit edhe disa bidate që janë prezente, po inshallah me kohë se ka bidat i cile bëhet me etikad, me bindje. Ka bidat ameli, bidat me vepër. Unë e di që është bidat. Po për maslahatin se unë s'kam mundësi me vepru si hoxhin çat xhami, unë e praktikoj çat sunet, çat bidat, po krejt e din që unë nuk e baj që e kam bindje se kjo është ndonjë obligim fetar. Ngritja e durve, mbas si të bëhet do të thotë në për xhamia tona. Po çka është sunet edhe përgjigja. Do thotë sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që njeriu mas farzit me bë dhikrin. Kjo është mesela do thotë sipas hadithit, sipas sunetit pejgamberit. Te ne që bëhet falen krejt rekatet, pastaj e bajnë do thotë me muezin e mesen. Ja, ata janë bidate dhe nuk ka bazë fe kërkun kjo. Zikri ku përfundon. Je 33 fundit Allahu Ekber dhe përfundon. Po ajo është sipas sunetit pejgamberit alayhissalam. Ka adhkar edhe tjera do thotë që ka përmend, do thotë disa transmetime, ama aty përfundon kryesorja. Faktikisht dua s'ka. Po. Ngritja e durve. E përmendon në këtë mohabet nuk ka. Ngritje durve nuk ka mbas namazit. Kjo është bidat. Dhe një argument si ka drejt te kjo gjë, diçka që. Si? Sikur se e bëjmë shemb. Traditë e ai ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se ka bë si mas argument, po si er drejt te kjo shemb. Si ngjaron te bidat. Ose frik ose Vallai konkret nuk e di unë, po kjo është do të thotë vonë, është për fraksioneve devijume, tash nuk e di, Allahu alem. I kanë shpika ato, do të thotë shkurt, kanë vënë disa mesele, nuk është ngritja e durve vetëm pas namazit, te na ngrisin durët për shumë, ai ngrisin durët edhe muhabetin e ushqimit kur thon. Për shembull, pse si të ketë tatli ban, amin si mos të ketë nuk ban, do të thotë. Si të ketë darkë të mirë, do të thotë ajo është dua tatlia, i thonë kanë. Kjo nuk ka bazën fe, do të thotë për mja marru qefin njerëzve. Edhe dikush i ban disa duaja, i ka shpik disa duaja, buk fale për foli për në rrethin ton, Allah alem, do shta janë edhe prej vonë 300-500 vite me radhë tek nena, për mja bë qefin dikujna se unë jam të badhe një punë, veçan që jam të madhnu Allah, ama kjo nuk ka në bazë. As sahabit nuk e kanë përdor, as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ka argument. Andaj ne këtë din të Allah dhe formën e ibadetit e bojna që ka në Kur'an dhe në Sunet. Unë e tregova, e përmena, do të thotë, jo rastisht e thash, edhe këtë mesele ka marrë fetva prej ulemave. Se une, a duhet hi në këtë xhami apo mos hi në xhami? Po, unë po hi në xhami pe praktikoj që këtë bidat me një qëllim që me gradualitet. Unë në xhamit time për shembull kelimet tauhid, për foli për të vdekje në të vorët, nuk i la me bë. Me vluda, muhabete tjera. Unë do të thotë, në rast vdekjes jam mbaj fjalimin, ja tregoj një fjalim këshill për vdekjen që këtë përcjellën përgatituni edhe ju, edhe thuni këtë çka e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të buk fal. Edhe krejt hoxhallar dhe rrethin në anën e Dervenit e din që unë kam këtë bindje. Edhe asnjëherë s'u thirrin mua as në çelimin e tauhid, as në do të thonë bidate. Vetëm një prej bidateve çka është ngritjen e durve, edhe ata për mos me bën fitnes e xhamati jon është niveli i ulët i tyre i kuptimit të fesë, atëre bidat ameli, bidat me vepër, jo me bindje që unë jam të bën se kam sevap në ndonjë send, po e baj që ta shfrytëzoj mejdanin për mi bë davet atyre. Do të shkurt, në xhamin ton kanë prej njerëzit kurban. Mjafton unë kur xhamës me bas ban çat xhami, i kum kallzua xhamatit tem se me prej në temel kurban o shirk. Me prej në temel të shtëpisë, në temel xhamisë, në temel ku ta diune, o shirk i ban Allahu azza wa jall. Te na ndoshta edhe shallën e ka 15 cm 20 nalt e ban. Për çka? Se duhet me hangër mish. E kjo është dallash. Atëherë unë kam praktikuar. Inshallah Allah ja gfirlen, Allah na fal këtë gjinat edhe na ngrit neve na ban të vetëdijshëm, po shumë më rëndësi është, më mirë është me bë çat bidat e më u kallzu mi largu për shirkiatit se mos më hit në xhamiun si hoç. Andaj ne kemi shfryzu, edhe kjo nuk është mendimi imi, po unë kam marrë mendimin e burrave të mëdhenj, të ulemave të mëdhenj të botës arabe, të cilët i kanë marrë punë. E hafu dararain për dy fshijave, cila është çka të zgjedh. Atëra i servon davet
tauhidi, besimi të pastër njerëzve, i ka thënë që kjo është shirk, që kjo është kufër, me lyp ilaç prej varrit është shirk, me lyp ilaç prej njeriut drejt për drejti nëpërmjet hajmalive është shirk, me prej kurban është shirk, me bën ket është shirk, edhe ashtu me radhë. Me prej filangurin se do del gjallë ose çik ose ku do di s'ka fëmijë filani, këto janë shirkiate, me besue për shembull në horoskop edhe në ato që kanë bestytnia janë shirkiate, do thotë i kemi treguar këto mesele që na mbrejnë neve dhe shumë muslimanëve. Ne kemi një numër të madh të muslimanëve në dynjë, ama i bën ibadet në udhëbila varrit, kërkon prej shehit, në të prej shehit kërkon ilaç, kupton. Kjo është në udhëbila, kjo është shirk dhe kjo është mëkat për mëkateve të mëdha. Që Allah azza wa jall do thotë e ka përmend 7 hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 7 mëkate më të mëdha, e para është e shirku billah, mi bën shirk Allah, dhe kjo nuk është shirk. Prandaj ne mundohemi, edhe ju dhe çdo musliman duhet të më mundu që kur të janë dy të këqija me zgjedhat më të dobta. Kur të janë dy të mira me bëhat më të mirën. Vazhdimisht, mungut në vepra të mira e mu largu nga veprat e këqija. Vahabizm, unë nuk i them vahabizm, me jetën e Muhammed Abdul Wahabit, ka qenë një lëvizje e pastër islame, ka dhënë kontributin maksimum, e ka pastruar gadishun arabik prej vorrave e prej tyrbeve, prej besimeve të kota. Kam mendime jashtëzakonisht të mëdha të mira për Muhammed Abdul Wahabit, një prej nxënësave më besimtar dhe besnikte Ibn Taymiyes dhe Ibn al-Qayyim al-Jawzis, rahimahullah. Punësimi, sikurse shoqërimi, sikurse shkollimi, sikurse jetesa, të gjitha këto kanë norma fetare. Për normave që janë shumë më rëndësi është që të ndahet gjinia mashkullore nga ajo femërore. Për shembull, dikush ketë kërkesë të muslimanëve që na për vendet e studimit të ndahen meshkujt prej vajzave e konsideron si një kërkesë dekadente, pa pambetur kur kjo kërkesë është evidente, zbatohet në Britani edhe kërkohet më të madhe, zbatohet dhe kërkohet më të madhe në Amerikë. Madje nga plan programi zgjedhor i Partisë Republikane në Amerikë ka qenë që na synojmë ndarjen e meshkujve nga vajzat në shkollat shtetërore. Pra është element që në perëndim shumë lehtë bëhet mohabet, e kur ta kërkojnë muslimanët bëhet problemi i madh se ja këta dekadentët, ja këta talibanët, ja këta afrikanët, e nuk e di se çfarë etiketimi mund t'i japin muslimanëve. Kështu që edhe te punësimi ka kushte, nëse është vend, ku janë të gjitha gratë, nuk prish punë, edhe pse a ka punë më të madhe për gruan se me rrit fëmijët e vet? A ka punë më të madhe se me eduku ardhmërinë e popullit vet? Nuk mendoj se ka punë më të madhe, mirë, po ja që gratë tona muslimane kanë rënë në ndikimin e feminizmit botnor global, edhe kanë filluar të kërkojnë barazim me burrat. E kjo është problem, se Allah ka dalluar burrat prej grave, me disa cilësi që si kanë gratë, edhe normalisht i ka dalluar gratë prej burrave me disa cilësi që si kanë burrat. Kështu që secili person mashkulli në anën e vet, edhe femra në anën e saj, duhet që secili t'i kryen detyrat dhe obligimet për të cilat janë kompetente. Nuk është kompetent baba të kujdeset për mirëqenjen shëndetësore, të pastërtisë, të ushqimit, veshmatjes të fëmijët. Kjo është i shkon për dore nanës, ajo është kompetente për këtë. Se din me bo nana, nuk din me bo baba. E baba, burri në këtë rast, është kompetent me punue, me vrapu, me insistu, me siguru kafshatën e gojës, kulmin mbi kokë, veshmatjen. Andaj kështu nëse veprojmë, mund të krijojmë shoqëri të shëndosha. Përndryshe, shikoni çka do ndodh. Gruaja punon, edhe burri punon. Kur vin prej punës të ditë në ora 3, buk s'ka. Duhet tash 2 ditë me punue me bukën. I kanë përzi punët, domethënë edhe burri punon, edhe gruaja punon, jashtë. Tash i përzi punë mrena, edhe burri bën bukën, edhe gruaja bën bukën. Fëmia kanë me të pasdore, pse? Se fëmia i dhon shërbetores, me të edukuar, me i dhon kulturë, me i dhon edukat. Si kujdese shërbetore për fëmijën tën, nuk kujdesesh ti. Nuk jep edukatën ti, as pastërti nuk jep, as ushqimi nuk jep si jep ti. Të dhimbet. Andaj, çfarë logjike është ajo që ta lësh fëmijën tën pasdore e të fitosh një rrok, sidomos në kushte ku nuk ka nevojë domethënë për atë rrok, se mjaftohet me rrogën e burrit, pa më parasysh mendoj që kjo kërkesë për punësim kërkon kushte, se ka segmente dhe hapësira ku duhet punësimi grave. Për shembull,
në spitalet ginekologjike. Ati duhet muzimi grave, pa tjetër. Pse se është kërkesë fetare që gratë të linden nga gratë. E ja ti ofron nga tona meshkujve, edhe fatkeqësia e madhe jo musliman. Ose për shembull, nëse kemi atëre shkolla ku do t'i ndajmë meshkujt për vajzave, ato vajzat do të më eduku dikush, atëre në arsimin e vajzave, për shembull. Ka segmente ku gratë mund të punësojnë nëse sistemi është funksional. Ama kësi raste ku është të ne, është përzi, dhe më thonë, janë përzi gjanat, nuk ka, nuk dihet ku është prije, ku është bishti, po dhe në këto momente, këto raste, nuk preferot një gjë e tillë. والصراط المستقيم لا تحد عنه ولا تتبع الشيطان